Faleminderit. Së pari unë jam kthyer mbrëm nga Parisi, ku kishim një vizitë dhe takim shumë përmbajtësor rreth 2 orësh me presidentin francez Emmanuel Macron, i cili natyrisht që është mbështetës i madh i integrimit evropian të Republikës sonë. Franca është një ndër vendet që na ka njohur qysh në fillim kur e kemi shpall pavarësinë në vitin 2008 dhe është shtet bosht i Bashkimit Evropian sa i përket aq shumë fushave, disa prej të cilave ne edhe i diskutuam së bashku, mbrojtjen e sigurinë, pastaj edukimin, lërat mesdhetare 2030 e kështu me radhë. Ju besoj që e keni vrejtur që dhe në letrën e urimit të president francez, një paragraf i referohet aty pikërisht lërave mesdhetare 2030, ku ne mirë presim angazhimin dhe mbështetjen e Francës. Prandaj, unë nuk e kisha kohën e mjaftueshme që të bëj konsultimet e brendshme për takimet e ardhshme. Padyshim që do të bëj ftesa për takime për kryetarët e partive opozitare, në mënyrë që të shohim se cilat janë rrugët, ashtu që të arrijmë numrin prej së paku 80 deputetëve, po e ritheksoj, unë nuk besoj që është mirë të jemi veç se 80 apo 81, duhet të jemi rreth 85, 84 deri në 86, që të jemi të sigurt në mënyrë që ta zgjedhim presidentin aty, dhe për këtë do të bëj edhe ftesa e do të zhvillojmë edhe takime, por çfarë ofertash e kërkesash do të ketë në ato takime, duhet të presim që të ndodhin ato takime. Përveç kësaj, ju pyetët edhe për çështjen e dërgimit të Forcës së Sigurisë Kosovës në Gaza. Ju e dini që na kemi bërë ndarje të buxhetit për 200 milion euro për ndihmë humanitare popullit të Gazës, i cili është në kushtet jashtëzakonshme të rënduara të një krize shumë të madhe humanitare. Ne vetë kemi përfituar ndihmën e të kaluarën, vetë kemi pasur edhe mbështetje të forcave ndërkombëtare për mjedis të sigurt në vendin tonë, andaj tash nuk duhet të jemi vetëm përfitues, por edhe kontribues. Dihet tashmë ndërkombëtarisht që Forca e Sigurisë Kosovës është tejet efikase e suksesshme, sepse profesionale dhe përgatitur sa i përket kërkim shpëtimit dhe deminimit, por jo vetëm. Ju e dini që ne kemi marrë pjesën në bashkëzbarkime me ushtrit aleate, por për hollësit se cili njësit kur do të shkoj, çfarë krejt do të bëj, unë ju kisha inkurajuar që të pyesni ministrin Maqedonsi dhe komandantin Jashari, sepse ata janë personat kompetent që mund t'ju japin përgjigje edhe në aspektin teknik. Sa i përket ekspozitës, e cila me sa mora vesh tashmë është larguar, ajo nuk ndodhet më në shesh. Aty ka shumë masakra që nuk janë përfshirë, por kishte të tilla që kanë pasur gabime në tekst. Ato natyrisht do e mos duhet të korrigjohen e të përmirësohen. E vërteta për ne dhe krimet e kryera në Kosovë duhet të ekspozohen sa më shumë, jo vetëm para botës, por edhe para nesh, në veçanti para të rijve e brezave që do të vinë, për shkak se ju e dini që një pjesë e konsiderueshme e popullsisë të ne, për të mos thënë gati gjysma, ose kanë qenë fëmijë në kohën e luftës dhe nuk e mbajnë mend qartë dhe nuk kanë pasur si ta kuptojnë atëherë se çfarë po ndodh. Krejt, dhe në anën tjetër kemi edhe aq shumë të ri e treja që kanë lindur pas luftës. Dhe kjo ekspozitë është shumë e rëndësishme për të ardhmen tonë, veç për të kaluarën tonë. Ndërkaq është e rëndësishme edhe për aspektin ndërkombëtar, sepse ne dëshirojmë që bota me cilën ne kemi ndërveprim të dendur
të mos harroj asnjëherë se çmimi i lirisë e i pavarësisë ishte shumë i lartë, dhe në veçanti në popullsinë civile, sepse shumica dërmuese të vrarëve në Kosovë janë popullsi civile dhe aq shumë ka gra, fëmijë e pleq. Tash një ekspozit e sakt, e drejtë dhe e plot mbi të gjitha, natyrisht e vërtet për krimet e Serbisë në Kosovë, unë besoj që duhet të rikthehet sa më parë. Madje një datë optimale do të mund të ishte qershori, përkatësisht koha kur shënojmë për vjetorin e 27 të çlirimit të Kosovës. Dhe jo vetëm kaq, është me rëndësi që ajo të mos jetë vetëm në Prishtinë, ta kemi një ekspozitë që është në për të gjitha komunat e Kosovës, sepse vështirë të gjendet ndonjë komunë ku s'ka pasur vrasje mizore e masakra. Dhe është mirë që kur komunat i shënojnë ditët e tyre të çlirimit në javën e 2 të 3 të qershorit, ta kenë edhe ekspozitën në sheshit e qyteteve anëmban Kosovës për masakrat që kanë ndodhur në ato komuna dhe për këtë gjë inkurajoj edhe kryetarët e komunave. Lejoni të theksoj se çfarë po bën e ka bërë qeveria e Republikës Kosovës lidhur me të vërtetën dhe drejtësinë për krimet e kryera gjatë luftës nga Serbia në Kosovë në kuadër të fushatës së saj për drejtësi institucionale për të mos harruar. Në shtator 2022 votuan projekt ligjin për krijimin e bazës ligjore për trajtimin e krimeve të luftës. Në nëntor 2023 e kemi themeluar Institutin e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë pas 24 vitesh. Qëllimi i institutit është evidentimi i plot dhe i sakt i krimeve të luftës në mënyrë institucionale dhe shtetërore. Kemi filluar përgatitjet për padin për gjenocid ndaj Serbisë, proces që kërkon përgatitje të gjatë dhe serioze dhe konfidenciale. Pastaj Kosova u mor me këto çështje 23-24 vjet pas luftës, edhe pse ato do duhej të ishin trajtuar menjëherë që nga qershori vitit 1999. Drejt tani, përshtypja ime e fuqishme është që nuk kemi pasur qeveri që është marrë seriozisht me krimet e Serbisë gjatë luftës në Kosovë, përkatësisht me krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit, agresionin dhe gjenocidin e Serbisë. Dhe tani pikrisht e kemi një qeveri e cila këtë e bën në mënyrë fort serioze dhe aktive. Vazhdimisht ne mbajmë takime ndërkombëtare me politikanë dhe diplomatë edhe për temën e krimeve të luftës, masakra dhe çështjen e të pagjeturve. Unë bashkë me ministren Gërvalla, drejtësinë tranzicionale në njërin anë, por edhe aktivitetin sa më të dendur të prokurorëve, të policëve hetues dhe efikasitetin sa më të lartë të gjyqësorit e mbështesim pa pushim, pa kursim e pa rezervë. Natyrisht, prokuroria dhe gjyqësori në Kosovë në këto vitet e fundit kanë bërë më shumë se përpara, por ka vend që të bëhet edhe shumë më tepër. Në veçanti jemi të brengosur që po mplakën e po vdesin dëshmitarët e krimeve të Serbisë dhe kjo e bën shumë të vështirë procesin gjyqësor. Mos harroni që kemi mundësinë tash për të gjykuar e për të dënuar edhe në mungesë dhe është një mori rastesh në të cilet kjo tashmë është shfrytzuar. Besoj që për të dhëna të hollësishme duhet sa më shpesh që mundeni ta kontaktoni Institutin kundër krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë, i cili është një institut që ato krime i trajton edhe si pjesë të mbamendjes sonë kolektive, por edhe si material, dëshmi, argumente për procese gjyqësore të cilat duhet të ndodhin. Pra një farë mënyre, lufta me Serbinë ka përfunduar, por jo dhe beteja, sepse beteja me fqinjën tonë verior që nuk na njeh, nuk pendohet, mohon krimet e kryera, vazhdon. Dhe këso ekspozitash na duhen sa më shumë, por natyrisht me të dhëna të sakta. Pa gabime dhe duhet të jenë të plota. Të gjithë ata të cilët janë dashamirës të mbamendjes kolektive dhe të cilët
kanë zell, ndjejnë përgjegjësi që të kontribuojnë instituti mbi krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë është adresa cilësore dhe institucionale e Kosovës. Zoti Kryeministër, Blerta Zuka, gazetare prej televizionit Dugaxhini, atëre prej dështimit të seancës për zgjedhjen e presidentit, ju keni deklaruar vazhdimisht se është urgjente që të takuani me liderët e partive opozitare, që të flitet në fakt për zgjidhjen e këtij ngërçi politik që është aktualisht në Kosovë. Megjithatë, nga ajo ku kanë kaluar disa javë dhe ende nuk e kemi parë një takim. A ka ndoshta një datë të saktë se kur do të takohesh? Duke e marrë parasysh që vetë keni cilësuar se është urgjente dhe duhet që sa më shpejt të ndodhë një takim i tillë. Edhe sa i përket ministres Gërvalla për ligjin për byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, sa jeni të sigurt që tashmë jeni në një linjë me gjykatën kushtetuese sa i përket raportit, meqense disa herë është rrëzu nga gjykata kushtetuese, a besoni që tash nuk do të ketë më vonesa dhe ky ligj do të shkojë përpara? Faleminderit. Sigurisht që kjo është çështje të rëndësishme zgjedhja e presidentit, edhe ne e marrim me seriozitetin më të lartë institucional e politik. Në bazë të gjykimit të gjykatës kushtetuese, nëse nuk jam gabim, kemi kohë deri me datën 28 prill, që do të thotë se kemi 30 ditë, pra nuk janë 3 ditë, janë 30, por do të përpiqemi që sa më parë të bëjmë sa më shumë. Por mua më nevojitën konsultimet e brendshme dhe natyrisht ajo që dihet është që pas këtyre konsultimeve të brendshme që do t'i zhvilloj, menjëherë do të dërgoj ftesa për takim me kryetarët e partive opozitare, edhe njerë po them, sa është rëndësishme ta trajtojmë me urgjencë, është rëndësishme të kemi sukses. Sepse në fund të fundit nuk do të matemi me përpjekjet që bëjmë, por me suksesin që e arrisim. Në këtë kuptim, çështja është e rëndësisë më të lartë, është urgjente, por gjykimi i gjykatës kushtetuese megjithatë na e ka dhënë një periudhë kohore e cila na mundson jo vetëm të veprojmë shpejt, por njëkohësisht edhe të mos bëjmë gabime në mënyrë që të arrijmë aty ku duhet.